Tingujt e klarinetës të virtuozit popullor Josif Mitre na ngacmojnë shpirtin duke u dhënë krah kujtimeve dhe ngjarjeve artistike të shtrira në vite. Pjesëmarrës në shumë gëzime familjare, festa popullore, takime folklorike kombëtare e ndërkombëtare, klarinetisti talentuar Josif Mitre me ëmbëlsinë e tingujve të klarinetës së tij dhe interpretimin virtuoz të kabave e pjesëve instrumentale, ka ndezur zëmrat e spektatorëve duke marrë prej tyre përshëndetje dhe duartrokitje frenetike. Ky bartës dhe përcjellës i muzikës popullore gëzon dashurinë dhe respektin e spektatorit brenda dhe jashtë vendit. Midis shumë evenimenteve artistike që ka përcjell me profesionalizëm, i paharruar do të mbetet takimi folklorik i Rodosit Greqi. Në këtë takim të veçantë dhe mbreslënës, ku morën pjesë 20 grupe popullore të vendeve të Ballkanit, klarnetisti Josif Mitre shpalosi gjithë bagazhin artistik të akumuluar në vite, duke befasuar dhe habitur spektatorin brenda dhe jashtë sallës së ishullit grek, që ndodhet midis detit Egje dhe atij mes dhe, rreth 11 kilometra larg nga bregu i Azisë së Vogël. 330 ditëve me diell të Rodosit, Josifi me klarinetën e tij ushtoi edhe 8 ditë të tjera. Tingujt melodios të kabave dhe pjesëve instrumentale të interpretuara mjeshtrisht nga Josifi shpërthyen muret e sallës së shfaqjes me 600 spektatorë dhe u shpërndan në brigjet e deteve dhe rrugët e qytetit dhe kalas të ishullit me histori që u mbet në thellësitë e mitit. Chitarra, Apollo, chitarra. Chitarra, Apollo, chitarra. Nie mi co lepko. Spiro! O Sazar! O Spiro, Tea! Spiro! O Spiro! Tecnico! Masz! Prova! Fore, këndo, fore! Këndori të! Rrugët e ishullit strategjik të papushtuara në shekuj nga mësymjet e perandorive të famshme të kohës, u pushtuan nga tingujt e klarinetës së bartit popullor Mitre, që me interpretimin e tij i dha gjallëri grupit dhe troqi vëmendjen e duartrokitjet e banorëve e turistëve të huaj që kishin mbushur të dy anët e bulevardit kryesor që të çonte drejt Kalas dhe mëtej statujës madhështore, gigantit të Rodosit, një prej 7 mrekullive të botës.
Orisht. Jena videoklip tani. Ato pa telefoni. Eli pali të dhëna me ta kapi, shqyta. Eli pali të dhëna me ta kapi, more. Ta kapi, Fadulja. Ne. Ne, kje kanë delika? Kje gine? Ne, te kam një ora. Εντάξει, ναι. I gjendur në udhëkryqjen e kulturave dhe kontinenteve, në ishull janë prezantuar gjurmë të erave e civilizimeve të ndryshme. Pikërisht në rrugët e kalas madhështore të ishullit, grupi i përmetit me në krye klarinetistin Josif Mitre, befasoi banorët dhe tronditi tokën dhe muret e kalas e lasht, me kabat dhe këngët popullore përmetare, duke përcjell paqe, dashuri, mirëkuptim dhe tolerancë midis dy popujve. Magjia e tingujve të klarnetës së Mitres dhe bukuria e këngës popullore përmetare nxori nga klubet, kafenet dhe dyqanet e kalas klientelën dhe pronarët e tyre, që u bashkua kalimtarve dhe turistëve të huaj. Të gjithë me frymën pezull përshëndetnin dhe duartrokisnin artistët përmetar dhe veçanërisht klarnetistin Mitre, që shkëlqeu në interpretim. Në këtë atmosferë të elektrizuar, klarnetisti Josif Mitre me klarinetën dhe sy drejt qiellit mbetet I shtangur. Në blun e thellë të qiellit të Rodosit I shfaqet një siluet. Silueta e mësuesit, mjeshtrit të madh, perëndisë së klarinezës shqiptare Laver Bariut. Një drithërim I përshkroi qenien dhe nga syt I shkan dy pika loti. Lot malli, dashurie, mirënjohje të pakufi për mësuesin e tij. Edhe njërë tjetër më ndirë malin e djalërisë. O, keqe baba!
Edhe pse mbi shtëpinë i rëndojnë 81 vjet, legjendës së artit popullor Laver Bariut nuk janë shuar ndjenjat për dashurinë e parë dhe të fundit tingujt e klarinetës. Ustaj nuk gopet të dëgjuari edhe kur këta tinguj burojnë nga klarineta e nxënësit të tij të talentuar Josif Mitre, në lokalin e mjeshtrit kulinar Gjergj Mjali, ku artisti i madh Bariu kalon disa orë në ditë dhe për ditë për të pohuar. Pleqëria s'më posh dot, jam midis jush, jeta është e bukur me këngë. Hajde më kuna dhenjale, verdo mojler, verdo, moj kuna dhenjale, verdo mojler, verdo. Në memorien e mjeshtrit Bariu janë strehuar kujtimet dhe emocionet e 50 viteve artistike. Janë strehuar tingujt e papërsëritshëm të klarinetës që gjëmonin nga shpirti i tij për të gëzuar dhe tronditur mira e mira jetë njerëzore brenda dhe jashtë vendit. Thesarin e kujtimeve të fjetura ja zgjon për herë emigranti klarinetist Josif Mitre, kur kthehet në përmet dhe shkon për të takuar dhe për t'u uruar shëndet dhe jetë të gjatë. Ti ke qenë emblema e këngës përmetare, ti ke qenë krenaria e komit ton, ke bërë epokë në këtë vend, gjithmonë mbetesh i madh dhe do mbetesh i madh. Ti nuk u deskur sa të vdesin malet e përmetit. Mbetesh gjithmonë i madh dhe ne mësojmë nga ty. Dhe gjithmonë kur shkojmë jashtë shtetit, kranohemi me emrin e Laver Bariut. E po mjata shide. Një ritual që përsëritet nga shumë artistë të rinj, por veçanërisht i talentuar Josif Mitre në lokalin e Gjergj Mjalit gjatë viteve që ustaj ka hyrë në moshën e thellë të pleqërisë. Një ritual që e mbush me gëzim fëmijë shpirtin e qetë të usta Laverit. Go ritmi! Bum pa pa, bum pa pa! Lemo të vdes reati uruar, ikë më qëron. Hajde të pu dhe njerë, Jo, s'dua. se të kam dashur shumë. Ustaj dhe nxënësi pushtohen nga vorbulla e ndjenjave dhe bën një. Tingujt dhe fjalët çajnë muret e lokalit dhe shpërndahen me ngjyrime ylberi në hapësirën përreth. Atmosfera e lokalit ka elektrizuar edhe pronar qerimin, që bashkohet me artistët për të rritur madhështinë e të madhit Bariu. Para një jave kishim një grup gjerman, ata ishin disa student të Akademisë së Arteve në Gjermani, kur u shpreva dhe u thash që është ustaj madh, dile ata kishin ardhe me një CD që dihet që përmeti dhe gjithë komi nderohet me usta Laverin, ata erdhën dhe ulun ja si që jam ulu këm kryq dhe bën foto me ustajnë e madh. Erdhën në përmet thoshin dhe të mos takojmë ustajnë e klarinës përmetare, do ishte e kot. Pra ata ndjen shumë kënaqësi dhe pse ishin të rinj, ata thanë ngelet për neve një foto që do ta kemi të rjetën kujtim. Një mëngjes plot dritë për usta Laver Bariun. Këtë dritë e klarinetisti me grim të veçantë Josif Mitre. Kabaja, vallja instrumentale, avazet dhe këngët qytetare vazhduan gjatë në sheshin e Kalas, duke lënë bresa të parushme tek spektatorët kalimtar. Dielli i majt në Kalan e Rodosit u bë më i ngrohtë, më i zjarrt, duke i kujtuar klarinetistit Josif Mitre rrugëtimin e gjatë artistik për të mbritur në krijimin e grupit popullor Vëllezrit Mitre, ku Josifi vallëzon me klarinetën dhe vëllai i tij Fore Mitria me këngën popullore. Vasile, cum mă trecăn, në Leskovik moj të shkretën, në Leskovik moj të shkretën.
Vasile, trego më kukete Te ali mojnë jani O te vezili brënda në janë O janine